personazhe që meritojnë shumë respekt. Njëra kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, tjetra një prurje e re në Partinë Socialiste, por prurje e re, por me më shumë kalamoj se ajo e para. Më shumë, unë nuk mund të flas se s'jam kompetent për këtë punë, unë thjesht kam dhënë ndihmën time në bërjen e kalamajve, po si kam bërë unë, por besoj që 1 dhe 2 është 1 më shumë, po 2 dhe 3 nuk është 1 më shumë, është më shumë se 1. Nga i pamja e ngarkesës, besoj unë. Por nuk është ky thelbi. Ajo që është e rëndësishme për gjithë votuesit, zgjedhësit në këtë zonë është kuptojnë se me sa respekt dhe me sa dëshirë për ta rikthyer Kavajën në drejtimin e dur bashkë me të gjithë të tjerët, sepse është ndarë veç Kavaja, ne jemi investuar këtu, sepse përveç 2 deputetëve, kemi sjellë këtu dhe kryeministrin e Partisë Socialiste, kryeministër në kohë të vështira, në moshë të re, edhe pse gjithmonë ka qenë i thinjur, por sot është këtu për të thënë ne nëpërmjet Pandit se ne duam shumë seriozisht të investojmë shumë kredite politike tonat për Kavaja. Dhe për Rogozhinën padyshim, ku kemi një tjetër zonjë që është kandidate. Dhe bashkë me Pandin, këtu kemi edhe Eldin, një djalë nga Kavaja. Tani, kjo është oferta jonë. Do me thënë, oferta jonë në Kavaj është shumë e veçantë dhe e rrallë. Sepse Kavaja nuk është Tirana, Kavaja nuk është Kamza, nga i pamja e numrit e peshës, por ka mundësinë një zgjedhës apo zgjedhëse këtu në Kavaj, që me i vot e një të marri 4 deputet. Dhe shikoni tani se qa ndodh me ofertën tjetër. Se është kulmi ky. Kavaja demokrate besoj tek primaret, besoj tek thirrja e bufit kënetës për të gjithë ata që kishin ambicje ta nxirrin kokën mbi ujë. Dhe hiri të vërtetës e dogjit thuhet që Kavaja nxori në primare fituesin e gjithë qarku të Tiranës. Gjithë qarku të Tiranës fitoi kryetari i Partisë Kavajës. Ku është sot? E keni parë gjë? E hëngri bufi. E hëngri bufi siç hëngri të gjithë ata që u dalluan në primare. Tamam sikur ju tha, nxjerrni kokën t'ju shoh kush jeni ju që keni vërtet mbështetje dhe që nesër në opozit, se bufi nuk përgatitet për fitore, bufi përgatitet për opozit.
për të vetmen mënyrë se si bufi ditë bëj opozit, për të shkatruar sa të mundet Shqipërinë, për të penguar sa të mundet shqiptarët, për t'i lodhur e për t'i mërzitur sa të mundet njerëzit që duan të shikojnë përpara. Për këtë përgatitet bufi. Keni parë ju listën e mbyllur të Tiranës apo jo? Hyseni Juj këtu meriton çmimin Nobel në krahasim me ata që janë aty në listën e mbyllur të Tiranës. Çmimin Nobel meriton për shkencë. Një çat them. E pastaj thonë pse i thu Çurik. Po çat i them? Si ti them? Si ti them? E morën e zhdukën kryetarin e partisë. Pse? Çfarë faji ka ai? Vetëm se fitoi primati. Mirë ti bëhet xham se mos s'është marrë të keq për Hysenin. Por ajo që ju them demokratëve të Kavajës është që në këto zgjedhje kanë mundësinë e madhe të bëjnë disa punë me herë, jo një, po disa. E para njerë këto zgjedhje ndryshe nga shumë zgjedhje tjera që janë do zgjedhim kush do qeverisi, kush do shkojnë opozit, do zgjedhim kush do bëj këtë e kush do bëj atë, janë zgjedhje për të zgjedhur se ku do jetë Shqipëria në 2030. Ku do jetë Shqipëria në 2030? Do jetë Bashkimin Evropian? Apo do shkojnë grop prapë? Se që dy herë që ja ka besuar Shqipëria ose që i ka rënë në dorë bufit të Knetës ky vend, herën e parë përfundoi me 4.000 të vdekur dhe herën e dytë u kap në buzë të humnerës së borxheve që mund ta çonin komplet në kolaps nga e parë.